Le t'ju prezantojmë në pjesën e JavaScript, në pjesën e praktikës, ushtrimin 14 të pjesa Dark Mode, pra po të kalojmë në fund fare, pra tek projektet HTML, CSS, JavaScript, pjesën Dark Mode, pra të shtrimi 14, do duhet të bëjmë këtë gjë. Pra nëse të klikojmë në njërin nga butonat, të ndryshoj imazhi dhe përmbajtja e saj. Këtë ushtrim do duhet ta bëjmë në code.org. Le ta eksplorojmë pak. Tu kemi gjithsej 3 fajle, pra kemi indeksin, ku në rreshtin 3 kemi bërë lidhje midis HTML-s dhe CSS-s. Në rreshtin 13 kemi lidhje midis JavaScript-it dhe HTML-s. Ndërkohë kemi vendosur 2 shtresa. Kësaj shtresës së parë e kemi vendosur një klasë dhe një ID. Shtresës së dytë e kemi vendosur thjesht një klasë. Shikojmë që kemi një fajl CSS, që është i stiluar, pra të gjithë shtresat janë stiluar me këtë përmbajtje, të gjitha klasat që kanë këtë emër klase, pra theme, janë thirrur dhe janë stiluar. Pra deri në fund, atëherë le të eksplorojmë fajlin tjetër. Pra fajli tjetër të JavaScript-it është bosh. Ndërkohë kemi edhe 3 fotot janë vendosur brenda një folderi. Pra fotot. Okej. Le të nisim tani me pjesën e indeksit. Le të vendosim një paragraf. Dhe brenda këtij paragrafi le të shkruaj një tekst. Meqense ky paragraf do duhet të stilohet, po vendos këtij paragrafi një ID. ID-n po vendos emrin. Le të shikoj këtu çfarë klase ka vendosur. Po vendos emrin. E vendosim label. Dhe kjo është ID-ja e saj. Dhe vendosim një klasë me emrin përsëri label. Le të shikojmë. Pra, ky teksti këtu, pra ky paragrafi ka këtë ID dhe këtë klasë. Le të fillojmë tani të vendosim një imazh. Le të vendosim këtë imazh, e vendosim një SRC, pra një source, vendosim emrin e folderit, / emrin e fotos, pra këtë foto do lëmë si primare, vendos këtë foton. Atëherë le të vendosim emrin e fotos. Icon. Le të bëjmë një refresh. Okej. Le të vendosim kësaj foto një ID. Le të shikojmë çfarë kemi stiluar tek ID-ja. Ndërkohë këtu janë stiluar të gjitha fotot, por nëse kemi ndonjë ID, okej, e po I vendosim vetë një ID. Që thjesht vetëm për ta kapur atë. Vendos një ID, e vendosim emrin icon. Okej. Pra të gjitha imazhet që do vendosen brenda saj janë stiluar në këtë rresht. Pra, midis rreshtit 23 dhe 27 e kemi vendosur këtë lloj stilimi. Le të vazhdojmë. Le të vazhdoj tani me pjesën e shtresës së dytë. Po krijoj button. Dhe button, pra do vendos 3 butona këtu. Le të vendosim një tekst. Po I them dark. Ja, le ta shohim. Okej. Le të vendosim që të kemë mundësi ta stiloj, po vendos një klasë. Atëherë emrin e klasës, le të shikojmë çfarë klasësh ke vendosur këtu. Okej, ke vendosur të gjitha sipas këtyre emrave. Atëherë le të stiloj klasën, pra të vendos emrin e klasës. Po të bëjmë refresh, dhe shikoni që ky buton do stilohet me këtë lloj stili. Atëherë le të vendosim një event, një on click. Gjitha të tjerat do t'i bëjmë copy paste. Atëherë ndërkohë po vendos një emër i funksioni, fn, them,
dhe le të marrë një parametër. Dhe parametrin do marrë të marrë këtë fjalën kyçe dark. Ne le të bëjmë këtë gjë copy paste. Paste. Le të ndryshojmë emrin e klasës dhe parametrin e saj. Dhe të vendosim tekstin këtë mbarti ajo. Le të vendosim klasën, parametrin do marrë dhe tekstin këtë mbarti. Le të bëjmë një refresh. Deri tani kemi këtë lloj pamje. Ok. Tani le të nisim të merremi me pjesën e JavaScript-it. Kur them JavaScript do duhet që të tre këto butona të bëj aktive. Atëherë, do duhet të krijoj këtë funksionin fn. Atëherë le të kalojmë në JavaScript. Po krijoj një funksion me emrin fn. Shikoj si ja vendosa emrin. F-ja është e madhe. Fn. Ai patjetër që duhet të marrë një parametër, unë vendos një parametër. Parametri mund të vendos text ose çfarë. Atëherë i them mode. Ok. Por ky është parametri që ne do marrim, do të thonë parametri që ti do marrësh nga selektimi. Ok, le të nisim. Le të deklaroj disa variabla. Po vendos c ose mund të them color barabartë me ngjyrën, po marr një ngjyrë. Pasi këto ngjyra janë si ngjyra primare, domethënë që në momentin që do hapet aplikacioni, këtë ngjyrë do ketë si fillestare. Po krijoj një tjetër, po vendos një variabël tjetër, që do marri source-in fillestar të imazhit. Thonjzat mund të marrë ose tek ose dyshe, po i marr me këto teke. Atëherë vendos ky do ketë këtë source. Tek. Png. Pra, source-in e fotos kryesore. Dhe të vendos dhe një variabël tjetër. Ky do ketë ai variabli i këtij label që do jetë në momentin fillestar. Atëherë label barabartë dhe teksti do ketë këtë përmbajtje. Atëherë e marr copy paste këtë. Për detyra jonë është që të gjithë këto butona të duhet të ndryshoj ngjyrën e fondit, source-in e imazhit dhe pjesën e tekstit. Le të filloj. Po bëj një if. Dhe më pyes. Nëse variabli, pra variabli që marr si parametër, është e barabartë me vlerën dark, do duhet që ne të ndryshojmë këtë gjë. Do thotë që color, pra color të jetë e barabartë me, le të japim një ngjyrë, për shembull ngjyrën, po i them nëse ai është dark, le të bëhet dark, po i vendosim ngjyrë. Okay. Le të vendos imazhin, të ndryshojmë source-in e saj. Atëherë unë po marr thjesht copy paste këtë gjë dhe të ndryshoj emrin e fotos. Pra këtu. Le ta marrim dark. Pra flasim për këtë butonin këtu. Le ta provojmë. Po t'i bëjmë refresh, dhe të klikojmë të butoni këtu, nuk është se do të kapur të ndodhur gjë. Ok, atëherë le të shikojmë pak këto ngjyrat do duhet që t'i vendosim përkatësisht tek eventet e tyre. Ok. Le të deklarojmë një variabël document get element by id. Le të kapim elementin që ka ikonën. Domethënë kush e ka ikonën për ne? E ka këtu. Domethënë kjo ID, icon. Do të flasim për këtë për ndryshuar source-in e saj.
Atë le ta vendosim brenda thonjzave. Pik. Pra pik këtu. Pik SRC. Është barabartë me çfarë? Me emrin e imazhit. Do me emrin e variablit këtu. Atë le të bëjmë një refresh, pra të shpresoj që kur të klikoj të këtë butoni dark, do duhet më vi fotoa dark. Ok, e pa që ndryshoj foto dark. Ok, gjë tjetër që më duhet të ndryshoj është të ndryshoj background-ën e këtij divi. Atëherë, për të ndryshuar background-ën e këtij divi, do të them document get element by id. Background-in e atij divi do thotë që ky divi këtu ka një klasë, ka një ID në fakt. Le ta shikojmë çfarë ID e ka ky. Atëherë ka theme. Atëherë le të vendos. Për të ndryshuar atë, thjesht I them pik style, pik background color, e bëjmë marrë poshtë, dhe ngjyrën e saj po I them që të bëhet color. Pra, kjo color thotë që është variabli që ne kemi marrë këtu. Le ta provojmë, po I bëj një refresh, pra do duhet që kur klikoj te ky butoni dark, do duhet të ndryshoj foto për momentin dhe ngjyra e sfondit. Ja ndryshoj foto dhe ngjyrën e sfondit. Çfarë pa ngelur tjetër? Më ka ngelur të ndryshoj përmbajtjen e këtij labeli. Atëherë, le të kap dhe labelin. Atëherë, dokument get element by id. Tani do më duhet të shikoj çfarë ID e ka ai label. Pra ky label që kemi këtu. Atëherë, ky label e ka emrin, e ka ID-n label. Pra ose klasë. Në këtë moment e kemi kapur me ID. Atëherë, për të ndryshuar përmbajtjen e saj, I them pik inner HTML barabartë me çfarë? Barabartë me label. Ku label për ne është variabli, por ne nuk e kemi ndryshuar përmbajtjen e saj. Atëherë, le ta ndryshojmë pak këtu. Kur themi këtu, do duhet të bëjmë një update variablit label dhe të vendosim një emër. Dhe këtu po vendos, po marr copy paste këtu. Atëherë, këtu si e kam dark. Le ta testojmë. Klikova, shikoni që doli dark mode. Ok, nëse dëshiron të ndryshosh edhe ngjyrën e saj, mund ta ndryshosh, mund ta shtosh më. Ok, tani çfarë bëj? Të gjitha të tjera tani I kam, unë po bëj këtë copy paste dhe këtu po vendos një else dhe këtu po bëj paste, më ndenjë që else if, po vazhdoj te një kusht tjetër. Tani te kushti tjetër është kështu. E pyes këtë, nëse kjo është right, çfarë do më bëhet? Do më bëhet kjo, do marrë vlerën fillestare. Atëherë, e jap këtu. Kjo le të marrë source fillestar. Flasim për butonin e mezit, flasim për këtë butonin këtu. Dhe kjo e ka këtë emër. Këtu tani, thjesht mund ta shtoja edhe një else if, por mund të bëj thjesht else këtu. Po hap një pikë dhe një end, dhe të gjitha këto, kur them else, do thotë që nëse ke klikuar një buton tjetër, pra butoni ninja, do duhet që ky të bëhet një ngjyrë, të japim një ngjyrë. Dhe kjo këtu të jetë emri fotos, është okay, dhe këtë e kemi. Pra, ky else çfarë do thotë? Do thotë që për çdo parametër të ndryshëm nga dark ose çfarë kishim tjetër light, parametrat e tjerë do duhet të shfaqi pjesën else. Le ta bëjmë një refresh. Ja, le t'i provojmë. Klikova këtu, ndryshoj dark. Klikova, ndryshoj mode. Klikova, ndryshoj ninja. Ok. Pra kjo ishte pjesa për të bërë në JavaScript. Mbas pak momente do duhet të tregoj se si ta bëni këtë në code.org. Atëherë, gjëja më kryesore që duhet të bëni është që të keni mundësi të shkarkoni fotot. Për të shkarkuar fotot, po të klikoni pas keni marrur pjesën e
e strukturës në JavaScript, po të klikoni tek pjesa Open New Tab, ajo do hapet në formë HTML-je dhe çfarë bën? Je këtu, ti klikon mbi çdo imazh, për shembull jam tek kjo imazh e dark, klikoj dhe bëj save. Dhe këtë e save-on këtë në download me këtë emër, me dark icon. Të njëjtën gjë bën dhe me tjetrin. Shkarkon fotot që ti kesh të gatshme për në code.org. I shkarkove 3 fotot. A shikojmë pak se si do funksionojë. Pra kjo është detyra që ju duhet bëni, do duhet të krijoni një label, një icon dhe një shtresë tjetër që do fusin butonat, që po të klikoni sipër saj, të ndryshojë edhe labeli edhe përmbajtja e saj. Le të nisim tek pjesa e dizajnit. Thjesht do keni vetëm një screen. Këtu do merrni po të shikoni këtu, kjo është një label kryesor dhe thjesht hapeni atë. Pra këtu bëni këtë strukturën e madhe, pra kjo është një shtresë, pra është një div. Brenda kësaj shtrese do vendosni një label, këtij label e ka vendosur emrin label out, pra që do shërbejë si output. Ky imazh këtu e ka emrin ka këtë ID. Është strukturuar, më pas kur ke marrë imazhin e ke vendosur këtu këtë imazh kemi zgjedhur një choose dhe kemi vendosur foton. Më pas, këtu kemi marrë një label tjetër, pra label 2. Kjo është shtresa e dytë. Brenda kësaj shtrese së dytë kemi vendosur butonat. Atëherë butoni i parë e ka vendosur button dark. Butoni tjetër e ka vendosur button light. Dhe të gjitha mëra. Pra kjo ishte pjesa e dizajnit. Pra bëjë dizajnin. Le të nisim me pjesën e kodimit. Evente ne do duhet t'i japim të 3 butonave. Atëherë çfarë do bësh? Okej. Tani, fotot ne i kemi, pra fotot ose mund të kopjosh URL-n nga code.org-ja ose mund të bësh kopjosh URL-n e fotove që ke. Do të thënë kur them fotove mund të bësh copy URL-n e fotove këtu. Ja ta tregoj. Pra secili nga këtu mund të ketë foto këtu. Pra thjesht bëj copy dhe kjo është bie tet URL-ja e kujt? E dark icon. Okej. Tani këtu janë kemi krijuar nuk është listë tamam, por janë 3 imazhe të fotove. Ndërkohë, ja po tash tregoj me bloqe. Këtu është marrë një on event për këtë buton, për butonin button dark. Ky është bërë një on event për butonin e dytë, një on event për butonin tjetër. Le të shikojmë tani. Nuk e përdor as if asgjë, po çfarë? Do duhet që ne të ndryshojmë URL-n e këtij butonit. Atëherë, çfarë do të themi? Kur them URL-n e këtij imazhi, të butonit, ë? Shikoj. Atë çfarë kemi thënë? Pra për këtë event, pra për këtë ID, pra për këtë butonin këtu. Ne kemi thënë që ndrysho URL-n e saj të kujt? Merr URL-n e imazhit të img darkut. Këtu ndrysho përmbajtjen e tekstit, pra të këtij labelit, pra label out, ndryshohet në dark mode dhe më pas ndrysho ngjyrën e këtij si të them, po ta shikosh ky është label 1, background-in e këtij labeli që ka përfshirë. Gjë tjetër, e njëjta gjë përdoret edhe për butonat e tjerë. Pra këtu çfarë? Ndrysho URL-n dhe vendos imazhin e lightit dhe të tjerat. Pra kjo detyrë do duhet ta bëni dhe të bëni share dhe këtë do ma tregoni privatisht në WhatsApp.